mëngjesi. Sa po jam zgjuar nga gjumi, është ora 6 e mëngjesit, sa po jam zgjuar nga gjumi, do bëhem gati për të ikur në qendër të Londrës për një dy meetings, një dy takime që kemi me njerëz të rëndësishëm, le të themi. Kam një 2 vjet pa ikur te këto takimet, kështu që se si më duket tani që po shkoj për takime, po shkoj në punë për punë. Në qikë se si do lyhem, si do bëhem, edhe kaq. Ftyrën kam si mos më keq që më kanë dalë pucra që zakonisht nuk i kam, edhe kjo më dham. Kam marrë të Essence Water, Beauty of Johnson. Tani do përdor serumin që është propolis dhe niacinamin. Ne hedh këtu në dorë. Besoj se një është mjaftueshëm, po juve e dini se cili për lëkurën tuaj. Ky jep një shkëlqim shumë të bukur lëkurës. Edhe unë hidratoj dhe pjesën e syve, sepse duhet. Sidomos për neve gratë që jemi mbi 35, që duam s'duam kanë filluar ato rrudhat e para, edhe duhet. Unë do përdor këto të Charlotte Tilbury, një nga këto ngjyrat e lehta fare, dhe po mendoja këtë këtu, sepse kjo këtu nuk ka kështu xixa. Çfarë bëra? Po flisja dhe mendova që po regjistroja. Vura kremin hidratant ndërkohë dhe tani mora dhe lapsin nga NYX. Edhe është kështu, nuk ka nevojë fare për mprehje. Edhe e shikoni si del kjo maja dhe është super fantastike, nuk ikën, edhe unë do bëj diçka super thjesht. Do i vë syve kështu nga lart, domethënë brenda po lart. Mbaroj kjo? Po. Tani do t'i vë fare një bishtet vogël fare këtu. Siç është kështu e tërheq kështu jashtë. Kaq pa u egzageruar. Se është takim zyrtar, nuk dua që t'i bëj shumë dhe të egzageroj asnjë lloj gjëje, kështu që do t'i bëj me këtë rimelin, i cili është ngjyrë vishnje e errët si kafe. Edhe këtë në fakt kam shumë kohë që kam dhe duhet blej një tjetër, sa më përgjithsisht këtë do përdor nëse dal. Lezetshëm, sidomos për mua që nuk dua të përdor shumë. Unë që pikët i kam goxha gjatë dhe nëse i bëj më duket sikur është pak egzagerim, me thënë drejtën. Për në punë. Unë punoj në zyrë, të punosh në vende të ndryshme do i përshtatesh vendit. Kështu që edhe sytë e mi mbaruan. Po shikoja para ca ditësh një masterclass të Marios, edhe në YouTube e gjeni, edhe po tregonte që vetullat e holla kanë dalë në modë. Edhe thoja, do kthehet ajo kohë kur ne ishim me vetullat holla. Më të holla se i kam nuk do i bëj. Mirë, po ka qenë një herë një kohë që ishin vetullat e holla në modë, unë i kisha vërtet kështu si fjeteli. Edhe was kind of funny. Tani çfarë do bëjmë neve? Unë mbush këtë pjesën e fundit dhe këtë këtu sa më pak. Edhe ja. Unë do përdor këtë të Lumi Glow. Kam dhe ngjyrën e errët, mirë po më duket se ngjyra e errët më errëson shumë, kështu që unë do përdor këtë. Do e përhap në dorë. Edhe upsi. Është super i thjesht. Edhe shikoni pak shkëlqimin që jep kjo dhe juve ju duket sikur po ju shkëlqen fytyra nga kremrat. Jo, është kjo. Tani unë do mbuloj çik të kështu. Do përdor këtë që është Daily Tinted. Është krem dielli, por që është me ngjyrë. I Beauty of Johnson. Më pëlqen shumë tekstura e këtij, është super e lezetshme. Dhe duke qenë se është kaq e lehtë, juve mund të vini edhe me fuç ngadal e përhapni ashtu se çdoni, edhe pa
pa e rënduar shumë fytyrën. Kjo do japi fytyrës thjesht një ngrohtësi, edhe kaq. Nuk përdor kaq shumë, kështu që 1, 2, okej. Të vishëm, të pi ujë njerë se thava, edhe çfarë do shihemi pastaj. Vë kështu nga afër. Unë mendoj që tualeti është super i thjesht, edhe super i përshtatshëm për fytyrët e maturuara, le të themi. Kështu që ta trajtojmë veten mirë. Ky është super i vjetër, mirë po e bën punën tamam. Edhe është shumë i mirë. Ky është fustani. Ka veshur me geta zeza. Ky është nga Kos, është super i lezetshëm. Të jakën do ta ul çik shumë. Edhe që të mos dukem zi komplet, doja t'i vjen një varse. Kam pasur 2 varse gjata, se ku i kam nuk e di. Mirë po, ja, do t'i bë këtë. E bë çik kështu si të edhe vecit. Tani. Mario do punoj nga shtëpia sot, edhe i kam thënë që dua ushqimin gati, e në të larë, shpinë e rregulluar, fëmijët ti ç'është i marrësh. Sot do ikin kamp tani te treni. Këtë, kështu, ose nga ana tjetër nuk e di, ose i vë të dyja. Edhe këtë e vë këtej, këtë e vë këtej. Hajtë më. Tani, dëshira ime, ose më saktë mendimi im, ishte që unë të merja një xhaket të zezë. Mirë po është ftohtë, është goxha, kështu që do marr pallton. Do vesh edhe këpucët, do janë këto, të thjeshta. Unë i kam bler që vjet dhe nuk i kam veshur asnjëherë. Po ja, nice. Pallton sipër. Edhe shpresoj mos ta bjerë shik. Nisë pallën do ta heq tani. Ideja është që për çantë do marr vetëm çantën e laptopit, në 2 orë trena nuk marr dot edhe çantë laptopit dhe çantë personale se është komplet akall. 2-3 gjëra që dua unë do t'i vë tek çanta e laptopit. Edhe that's it. Tani ta lë. Tani ta lën çik telefonin karikohet, që të kem karikim. So rrugës normalisht do bë kufje. Customer announcement. This is London Waterloo, where this train terminates. Please note, this train will additionally. Hey there. Whoopsie. That's close, isn't it? Should we do a kind of, I was going to say, should we do a team event? You create it. You've got to write it. You can have a swim before. Thank you. Got £15, isn't it? After discount £10, yeah. Wow. Is it cheaper than pound? Shkojmë gjejmë trenin, po fryn shumë erë, dhe po i merr flokët lunch.
tani në Waterloo, sikur jemi kështu në aeroport, do shikojmë cila platforma është treni që t'ikim. Edhe erdhëm në shtëpi, po më pret Mario te stacioni për jashtë, pash me kalamajt. Edhe unë jam e vdekur. Kapa dhe flokët se po bie shi. Ja e premte sot, data 27 mars, edhe jam në shtëpi me Bjakën. Sepse filluan pushime. Kjo vajza ime I filloi ndoshta një ditë më shpejt se pjesa tjetër. Kishin insert day sot, insert day, çfarë thon këta? Yeah. Edhe unë zakonisht kur punoj nga shtëpia, nëse nuk kam mbledhje, sepse nëse kam mbledhje do fokusohem atje. Nëse nuk kam mbledhje, atëherë vë diçka në televizor, më pëlqen shumë vë emision në mëngjesit të Top Channel apo gjëra të tilla ku njerëzit mund të flasin dhe nuk kërkon vëmendjen time për ta parë, sepse nuk mund të fokusohem dot. Edhe sot un kam Mr. Beanin, kam ca budalliqe tjera, pam edhe një What was the movie that we saw this morning, mommy? No, the movie with the cat. Garfield. Ishim duke parë Garfield. Sot e pam atë, mbaruam gjitha. Oh yes, mommy is lovely. Dress and my gold shoes and That's beautiful, mommy. Bianca është fiksuar me ato syze të doktorit dhe si heq stuff nails. Unë nuk jam kam treguar, po kemi vendosur këtë shelf, këtë raftin B&B kaloriferin. Edhe ky është punimi I Biankës. Kjo është super e bukur. Upsi, më radha ajo tjetra. Kjo është super e bukur sepse unë sapo lava duart. Hapet. Edhe vë mban diku te 15 faqe dhe e mbyll kështu dhe për momentin ky është vizatimi më I bukur I Bantalupit. Edhe kështu ti vendosim edhe këto. Këtë ishte for Mother's Day nga Bianca. Ky është kryqi I pashkëve. Duhet ndruar kjo korniza, Bianca. Edhe kjo for Mother's Day për ditën e nënave nga Evani. Edhe kjo këtu po mendoja që të vija thjesht këto kartolinat që më bëjnë fëmijët, sepse ndrojnë shpesh, ndrojnë pothuajse çdo 2 javë. Edhe kështu. E mbylla punën. Më ka ardhur një gjë shumë e lezetshme nga Dior. Është e votë fare, është bashkëpunim, kështu që do e shikoni në Instagram. Kush më ndjek, shkoni më ndiqni. Edhe yes, kam bërë ca brinj qinqi. Kaq. Edhe po bëj ca pica. Ndërkohë do ndaloj dhe Mario te Tesco të blej një gjë, pse nuk ka birra. Edhe kështu, edhe sot që është e premte, e kam pushim tani fëmijët 2 javë rresht, dhe o zot më ruaj mend te kokës. Dhe thuajs, hey, ç'kemi? Ajde u pa herë këtu I hyp vet. Oh. Po sa mirë bëri mami që bëri dhe një beb tjetër se ma knaqe zemrën. E spica mami, po e kemi vënë te furra në atë. Kemi vënë te furra. Do hash pica, do hash mis, ç'a do hash ti? Apo do hash brokoli? E dio u zhytën të dy duke ngrënë brokoli. Kosi im uzu edhe ta vëm në frigorifer. Shumë e lumtur kur bëj kosin edhe del gjithmonë kështu nami. Të bëj një pyetje. Unë kur ishim vegjël, e lyenim fetën e bukës kështu me kos. Kështu. Kështu. Edhe dilnim, edhe luanim peta me fetën në dorë. Kemi pa egzagerim që në 2020 pa ngrënë hot cross buns. Ishte një periudhë që unë blija shumë hot cross buns, ka qenë Bianca bebe, kështu që prandaj po them 2021. Edhe na u shpifën, nuk I hanim dot më.
Kështu që kemi 5 vjet gati pa ngrënë. Kjo gruaja ime që thatë jo, kam se dritë djelën. Çdo të shton, na gatu një gjë të bukur të mirë. Çdo të shton. Domethënë ditë për ditë gatuna, jo po të shtunën është më speciale. Vallaj, ditë për ditë gatosh, punosh, merresh me fëmijët, merresh me Marion. Merresh dhe me Marion. Marion duket shumë i bukur te telefoni, si kam thënë. Hello for you. Kam dhe Eva një që na rrej midis. Leave this puppy for a... Oh, yeah, Hajde te mami. What is going on? Hajde mole. Do të futet aty te shtëpia ai. Te shtëpia, shedi. No. Tani këtu po bëj qepën me spinaqi, po jap një të skuqur të shpejt. Kurse këtu kam hithrat. I vlova dhe valën e parë ja u hodha, normalisht që i pastrova etj. Po gjithë ajo që kishte grumbulluar Mario, shikojnë çik sa doli. Tani po i zjej pak me qumësht, sepse kështu i ikën idhësira. Tani ndërkohë që ato skuqe unë po vazhdoj akoma me spinaqin, duke e coptuar edhe duke e hedhur. Oh, banda. Madalon, do you like Vivo? I don't know, mama. Peta e misrit u bë. Ndërsa këtu kam kofshë e pulës. Tash unë thjesht drejti doja të prisja. I kam prerë një 4 gisht po njerë. Ideja ishte që të ngelet një maj atje kot, një majuc flokër. Sa them një bisht majuc. Të ngelet një bisht flokës kot pa lidhje. Të ngelet një bisht flokësh kot pa lidhje, ndërkohë që ti mund të kesh flokë çik më të shëndetshëm, pastaj fundit ja shikoni. Të kapura i bëjnë pjesën më të madhe të kohës. Tani më falni për pjatën se kam të pjata kalamajve. Mirë, po kjo është peta e misrit që ka dalë dhe është super e shishme. Edhe më bëftë mirë. Ikim shohim bigun tani se s'kemi qa bëjmë. Unë e Vanin e vura në gjumë, tash ta vër dhe Mario Biancën edhe tulemi të dy. Tani sot ne kemi pastrim special. Ike Van! Ike Evan që këtu. Edhe Evan tani është ai. Eksploruesi, Evan. Edhe shko si Po është gjithë pjesën tjetër e kemi hedhur këtej. situata. Hapu mama, ha zemra, mama, të lutem, mami se digje, shik. Pastron në verush? O marr dezinfekton më shumë se pastron kjo. Po, fix. Se s'ka që të pastroj, kjo ujë me akull është.
you're doing good cleaning. Thank you, më zemra i mamit. E disa doja unë një konfirmim. Dhe dis, konfirmon gjë. Mommy, you're doing a good cleaning. Tani divanin e pastruam, e dezinfektuam e tjerë, prapë se prapë do sistemojmë çik këto gjërat. Po pastroj atë aty, ka rënë një copë pice e vanit. E pastrova unë i dash dorën e parë, tani duhet ta lë të tha që t'i jap dorën e dytë. Do pastroj kuzhinën e këtyre, kam nxjerr gjithë lodrat poshtë. Ideja është që këtë javë fëmijët janë pushim dhe unë jam duke punuar në shtëpi me fëmijët, që thotë është shumë e lodhshme. Dhe në vend që të kenë kaq shumë lodra këtu, do t'i përgjysmoj, do maj vetëm disa gjëra këtu, gjitha të tjera do ikin lart, edhe me idenë që të mos kemi më kaq shumë gjëra këtu poshtë, sepse bëhet shtëpia e lëmsh. Normalisht me pak gjëra bëhet lëmsh me 2 fëmijë, më mjafton të hedhin jastiqet tokë.